Një ngjarje e rëndë është shënuar në fshatin Novosel gjatë një ndeshjeje futbolli në një kalçeto të fshatit. Një i ri 42 vjeçar ka humbur jetën në rrethana tragjike. Viktima me inicialet BR jetonte dhe punonte në Gjermani dhe kishte ardhur për pushime në fshatin e tij të lindjes Novosel. Ai po luante futboll së bashku me bashkëmoshatarët e tij kur gjatë lojës dyshohet se është goditur fort nga topi në krahëror. Sipas informacioneve paraprake të policisë dhe dëshmive të shokëve që ndodheshin në vend ngjarje, pas goditjes 42 vjeçari ka humbur ndjenjat. Ai është transportuar menjëherë drejt spitalit rajonal të Vlorës nga shokët e tij, por fatkeqësisht nuk ka mundur të mbijetojë. Mjekët kanë bërë të ditur se i riu ka pësuar arrest kardiak gjatë ndeshjes i cili rezultoi fatal. Analiza e 42 vjeçarit është dërguar në Tiranë për autopsi, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të dalin pas rreth 3 muajsh për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes. Specialistët e shëndetësisë ngren shqetësimin se raste të tilla po përsëriten gjithnjë më shpesh, veçanërisht tek moshat e reja nga 40 deri në 50 vjeç. Ata theksojnë se shumë të rinj angazhohen në aktivitete sportive intensive pa kryer kontrolle mjekësore paraprake, duke rrezikuar seriozisht shëndetin e tyre, veçanërisht sistemin kardiovaskular, çka mund të çojë në pasoja fatale si arresti kardiak. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.